Duhet të rikthejmë politikën në fushbetej. Me këtë fjali, kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar Dashamir Shehi hapi tryezën e diskutimeve për reformën zgjedhore dhe atë territoriale ku propozoi disa ndryshime. Zgjedhjet quhen të vlefshme vetëm nëse kanë votuar 50% e votuesve rezident në zonat që votohet. Këtë për efekt edhe të zgjedhjeve të fundit që e pam që morën një formë groteske. 2. Votohet me 2 raunde. Kjo për t'i dhënë mundësi dinjitet kryetarit bashkisë përfaqësoj 50+1 herë të votuesve të zonës. Si dhe për t'i dhënë mundësi gjithë forcave kontribuese që t'jenë lojën politike në raundin e parë. Për reformën zgjedhore, Shehi u shpreh se listat e zgjedhësve duhet të jenë të hapura për të garantuar më shumë konkurrencë mes pjesëmarrësve. Ne gjykojmë barazinë e votës nëpërmjet një sistemi proporcional kombëtar. Ose rikthimin e sistemit më parshëm majoritar i korrektuar me proporcional. Kthimin e koalicioneve, listat hapura për proporcionalin kombëtar, votim dhe numërim elektronik. Kjo është pika e 4, është pjesa e administrimit zgjedhor, jo e konceptit politik. Në fund, Shehi tha se zgjedhjet e fundit përtej abuzimeve prodhuan një rezultat që nuk përfaqëson realitetin politik shqiptar.